Kjo është kartolina e urimit për vitin e ri 2017 që ambasadori amerikan Donald Lu dërgoi shqiptarëve. Ambasadori Lu dhe gjithë stafi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ju uron një vit të ri të gëzuar dhe të shëndetshëm. Shpresojmë të kemi më shumë argëtime dhe aventura me ju në vitin që vjen. Por për çfarë argëtimesh dhe aventurash që ka fjalën diplomati i lartë amerikan, ambasadori Donald Lu? Mua më çudit fjala e ambasadorit, se argëtimi edhe dëfrimi filloi. Shikoni borën, shqiptarë janë ngrirë, po ambasadori është ngrohtë atje në zyrë, si duket, edhe i duket argëtim kjo bora që ka rënë dhe kjo ngritse që ka rënë. Por argëtime dhe anekdota ka dhe një kuptim tjetër, se është kuptimi që njerëz me krime mbi supin e tyre prap do vazhdojnë të ekzistojnë në politik, pra do t'i kalojnë rjetës së pa të ndëshkueshmërisë. Dhe kjo vërtet do jetë një gjë argëtuese pas gjithë asaj buje që u bë me ligjin e dekriminalizimit, ne të arrim të shohim prap në politik njerëz të cilët kanë krime mbi supe, për fatkeqësisht do të jetë argëtuese. Që kurse erdhi në Shqipëri, më 11 janar të vitit 2015, pra 2 vjet më parë, ambasadori Lu është investuar publikisht. Herëherë duke marrë pamjen e guvernatorit të Shqipërisë për 2 reformat ligjore dhe kushtetuese, dekriminalizimin dhe reformën në drejtësi. Ambasadorët tanë dhe tuaj tanë janë protektor ose guvernator pa përgjegjësi, që do më thënë ikin mbas 3 vjetësh dhe e lënë vendin atje ku ka qenë ose më keq, ndërkohë që në qoftë se ti merr përsipër të ndërhysh në jetën e një vendi, vërtet për ta ndryshuar atë, duhet marrësh dhe përgjegjësi. Prandaj janë dhe zgjedhjet dhe votimet. Rolin e një guvernatori apo guvernatorit pa emëruar, si thoshte Berisha dikur, jemi më tepër ne shqiptarët që ja japim ambasadorit Lu apo një ambasadorit mundshëm të BE-s, sepse po të shohim ai nuk është një guvernator fuqiplot. Për të parën, ambasadori amerikan mbështeti opozitën e djathtë, ndërsa për të dytën, mazhorancën e majtë. Në të vërtet, me një balancim të tillë dhe me një klasë politike si kjo e jona, duket mjaft e thjeshtë që ambasadori jo vetëm të argëtohet, por edhe të kërkojë aventura të reja për vitin ku kemi hyrë. Me 131 vota pro, miratohet për ligjin e parimit. Ju ftoj gjithëve të Duart Trokas, mund të quha dhe doktori. Faleminderit për reforma që tregon që reforma në Shqipëri, ndryshimi i Shqipërisë duhet fillojë nga të gjitha, duhet fillojë te media, duhet fillojë te drejtësia, te politika, është një gjë shumë e rëndësishme që duhet ndodhi dhe që po nuk ndodhi nga mendjet e mençura dhe që mësojnë, do ndodhi nga shkatërimi dhe do fillojmë nga zero përsëri. Kështu duket situata. Më tepër se një tentativ për të duartrokitur funksionimin e ligjit të dekriminalizimit, unë them që kemi një përpjekje përpeshore politike. Ka akoma pesh shumë të mëdhej se ata që u goditën, që duhet goditën parlamentin shqiptar. Që është një kuqe mbyllet, 140 pro. Entuziazmi dhe duartrokitjet i lanë vendin luftës politike dhe zbatimit të ligjeve në terren. E tillë ishte edhe betejë për ligjin e dekriminalizimit, me replika, përplasje deklaratash dhe përfolja e shumë zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar. Ambasadori Lu, edhe si një prokuror republike, u bëri të qartë liderëve të partive të largonin kriminalët nga listat. Kemi identifikuar disa emra personash me histori të mundshme kriminale dhe jemi duke i diskutuar rastet e tyre me udhëheqësi politik. Por u desh një vit pas miratimit të ligjit të dekriminalizimit, që dosjet dhe emrat e parë të shkonin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për të çmandatuar të zgjedhurit e parë nga populli. 3 ishin emrat që u përzgjodhen për të nisur zbatimin e ligjit. Elvis Roshi, kryebashkiaku socialist i Kavajës, Dashamir Tahiri, deputeti i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe Shkëlqim Selami, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dekriminalizim me marrëveshje i partive, në kuptimin që
përgjithsisht ka teatr këtu në këtë histori dhe kërkohet mashtrohet edhe populli edhe publiku edhe ndërkombëtarët, besoj. Për te i kësaj buje dhe kësaj zhurme, ka një gjë që duhet na bëjë të shqetësohemi, sepse duket sikur edhe në këtë rast nuk kemi drejtësi, po kemi përpjekje për ekuilibër politik. Është një lloj sikur të heqësh qelbin, për ndërkohë që burimi i infeksionit është më thellë, nëse duam vërtet të shërohemi nga krimi që ka kapur shtetin. Ambasadori Lu e kishte paralajmëruar këtë ngjarje më 16 shtator 2015 me një deklarat përballë kryeministrit Rama, gjë e cila e nervozoi jo pak atë. Më lejoni të them se të dyja palët e bashkëndajnë këtë problem. Revoltën e tij nga fjalët e mikut amerikan, Rama e shpalosi në fjalimin e tij, duke përsëritur edhe një herë tjetër se partia e tij nuk ishte lidhje me njerëz me rekorde kriminale. Unë i mirë kuptoj edhe miqt edhe partnerët tanë që e kanë përqafuar këtë mod, sepse në fakt është një mod komode që gjithë janë njësoj, të dyja palët kanë faj. Kjo është një mod që unë e kam neveritur me kohë e me vakt dhe do vazhdoj ta neveris. Në fakt, kryeministri kishte një koherencë deklaratash. Ai kishte thënë dhe stërthënë gjithmonë të njëjtën gjë. Më 18 qershor të vitit 2015, në studion e Blendi Pepziut, Rama do të shprehej i bindur për pafajësinë e deputetëve dhe kandidatëve të tij për kryetar bashkie. Nuk ka asnjë kandidat të Partisë Socialiste, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të Aleancës për Shqipërinë Europiane, që të dënuar në një gjykatë shqiptare apo në një gjykatë jashtëvendit, qoftë me vendim të formës jo të prerë. Të tjerat janë të gjitha dokra. Ndërkohë, Elvis Roshi, i njohur si mik i ngushtë i kryeministrit Rama, dukej se kishte probleme me ligjin e ri. Këtu nuk është çështje Roshi, këtu është çështje Rama, për mendoj unë. Duhet kapur demi nga brirët, thuhet, mendoj. Rama vendosi ta shkarkoj më në fund Elvis Roshin, pasi bashkë me Elvis Roshin kishte bërë në publik rolin e një Karagjozi. Rama ka përgjegjësi të madhe që ka thritur këta njerëz. Më 16 shkurt 2016, kryeministri Rama bëri këtë spektakël në qytetin e Kavajës. Do kisha dëshirë të vinte këtu kriminali që drejton Kavajën. Kryeministri duke jo vetëm i bindur në pafajësinë e Elvis Roshit, por edhe shumë krenar për mikun e tij. Turma shpërtheu në delir dhe në ovacione. Të gjithë dukeshin të qetë, të lumtur dhe të gëzuar. Kemi kalu i ligj për dekriminalizimin. Dakord? E kemi kalu i ligj. Sipas asaj ligji nuk shpëton askush që ka bë diçka. Mezi po pres zbatimin e ligjit që t'i çoni letër lurit i thonë po ky si shpëtoi. Më 22 dhjetor 2016, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me kërkesën e prokurorisë po diskutonte heqjen e mandatit të kryebashkiakut socialist të Kavajës Elvis Roshi. Një javë më pas, më 29 dhjetor 2016, ky komision shpalli të pavlefshëm mandatin e figurës që Edi Rama kishte mbrojtur dhe dashur aq shumë. Mizeri vendosi të shpallë pavlefshëm dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të kryetarit bashkisë Kavajës zotit Elvis Roshi. Ndërkohë që opozita vazhdimisht e kishte akuzuar si përdhënues dhe trafikant të droge. Edi Rama e ka ditur, si sot një vit më parë, e ka ditur se Elvis Roshi ka dënim në Zvicër për drogë. Pra, kryeministri Rama bëri atë që bën gjithmonë me miqtë e tij. Pa u mbushur 24 orë nga vendimi, ai firmosi shkarkimin e njeriut për të cilin kishte deklaruar se ishte i bindur në pafajësinë e tij. Po shkarkonte Elvis Roshin, me të cilin kishte bërë humor, duke u tallur me liderin e opozitës vetëm 10 muaj më parë në qytetin e Kavajës. Aventura që thot ambasadori amerikan duhet të ishte aventura e largimit të kësaj klase politike dhe njerëz si Rama, për mendimin tim, njerëz që i kanë shtuar sistemit edhe atë egzagerimet e tyre. Po. Roshi vetë është tregus, lakmusi në mënyrë kimike, letra lakmusit që tregon se deri ku është kriminalizuar mendja e Ramës. Me mbrojtjen e Elvis Roshit, Rama i kishte ezauruar gjithë mundësitë që mund të ketë një kryeministër serioz. Nuk kishte kulviste më.
Po kush është Elvis Ervin Roshi? Njeriu i akuzuar aq shumë nga media, opozita dhe vetë ambasadori amerikan. Në formularin e dekriminalizimit, Elvis Roshi shkruan se nuk mban mend përse është dënuar në Munich të Gjermanisë. Ndërkohë që ai deklaron se është i dënuar nga gjykata shqiptare për 2 vepra të tjera penale, armbajtje pa leje dhe plagosje e lehtë me dashje. Prokuroria e Përgjithshme firmosi më datën 13 qershor 2016 një flet arresti dhe gjykata vendosi që Elvis Roshi të qëndronte në paraburgim. Por pas disa seancash dhe apelimesh, kryebashkiaku i Kavajës u la i lirë me arrest shtëpie. Ai akuzohej se kishte falsifikuar të dhënat e tij në ligjin për dekriminalizimin. Prokuroria dispononte një vendim të gjykatës italiane për të mitur të Campobassas të 13 nëntorit të vitit 1992. Kushtetasi Elvis Ervin Roshi ishte dënuar në Itali. Akuza ishte e rëndë, për dhunim në grup. Por as ky skandal nuk e ndali Elvis Roshin të mbante detyrën e kryebashkiakut Kavajës. Ai organizoi punonjësit e bashkisë dhe qytetarët e Kavajës në një manifestim publik për t'u vetëmbrojtur. Kavaja nuk e harron kurrë Elvis Roshin. Elvis Roshi është hero për Kavajën. Elvis Roshi është njeriu i punës dhe jo i dhunës. Më mirë një të dënuar, në qoftë se do ishte dënuar që bën për qytetin tim se sa një person tjetër që nuk ka qenë asnjëri dënuar dhe s'ka bërë asgjë për Kavajën. Faleminderit. Elvis Roshin do ta keni kryetar bashkie prap. Askush nuk e di se ç'vendim do të marrë gjykata kushtetuese për Elvis Roshin. Askush nuk e di fatin e të ndëshkuarve. Ambasadori amerikan e tha që viti i ri na pret edhe me anekdota të reja. Ky do t'ishte kulmi anekdotës që prap të kishim një fabul ku Elvis Roshi të kthehet në detyrë. Po është një fabul që unë nuk e besoj. Në rast se ligji shpallet antikushtetues, të gjitha vendimet të zerohen. Një gjë është e sigurt. Viti që sapo kemi hyrë do të jetë interesant. Një gjë të tillë e parashikon dhe vetë ambasadori amerikan Donald Lu, i cili shpreson që viti 2017 do të ketë për shqiptarët më shumë argëtim dhe aventurë. 2, 3, 4